إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Falënderimet I takojnë Allahut të madhëruar, atë falenderojmë prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Të nderuar vëllezër, e tërë përkatësia islame, respektivisht gjithë përkufizimi I lidhjes së robit me Allahun fuqiplot, qëndron në respektimin e asaj që Allahu ka kërkuar që të respektohet. Do të thotë, nëse kemi një lidhje vertikale ku dikujt I takon pozita e lartë e dikujt I takon pozita më e ulët, atëherë respekti dhe dëgjueshmëria duhet të jetë në nivel, përndryshe ajo lidhje nuk mund të funksionojë. Kur jemi te raportet e secilit prej neve me Allahun fuqiplot, atëherë duhet me thonë se Allahu I madhruar I ka përcaktuar disa shenja, disa identifikime, disa simbole, po pastaj I ka qitë edhe në konkretizimin praktik rregullat e jetës edhe të sjelljes edhe të adhurimit edhe të marrëdhënieve ndërnjerëzore nëpërmjet obligimeve, nëpërmjet urdhëresave, ndalesave e kështu me radhë, e të gjitha këto Allahu I madhruar në Kur'anin fammadh I ka përmbledh me një shprehje, edhe I ka quajt sha'airullah, shenjat e Allahut. Dhe mu për këto Allahu ka kërkuar prej secilit prej neve që ato të respektohen, dhe thot Allahu I madhruar në kapitullin El Hajj, ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Kjo është kështu, ai I cili respekton edhe I madhnon shenjat e Allahut, kjo është devotshmëria e zemrave. Kjo është devotshmëria e vërtet e cila nëpërmjet respektimit edhe madhnimit të atyre shenjave jep formë të dukshme, por kjo formë pastaj dëshmon taqwa al-qulub, devotshmërinë e cila ka lëshuar rroj thellë në zemrat e njerëzve. Dhe në këtë ajet fillimisht e gjejmë një përgjigje interesante për gjithë ata të cilët pretendojnë se e kanë zemrën e mirë edhe pse nuk bojnë punë cilat Allahu I kërkon prej tyre. Në një farë mënyrë njeriu I cili nuk falet, njeriu I cili nuk agjeron, njeriu I cili nuk I përfill edhe urdhëresat e Allahut, edhe ndalesat e Tij, edhe prap pretendon, thot, unë e kam zemrën e mirë, unë jam besimtar, unë jam I devotshëm. Ky ajet e përgënjeshtron atë lloj të njerëzve, për arsye se nuk ka mundësi një zemër e cila është ena e besimit, vendçëndrimi I besimit, ajo pika kryesore, për arsye se besimi duhet lëshoj rrojë në zemër e pastaj të manifestoj edhe në gjymtyr, edhe në
edhe në praktik, andaj nuk ka mundësi zemra me kon e mirë nëse nuk madhnohen dhe respektohen shenjat e Allahut fuqiplot. Çka është kjo kërkesë, të cilën Allahu po e kërkon prej neve? Të nderuar vëllezër, Allahu këtë fe, këtë islam e ka bë një tansi shumë homogjene, një tansi e cila nuk pranon as të shtohet në te, as të paksohet prej saj, madje nuk pranon as modifikim. Që do në thot, me uqu dikush pej neve ose pej njerëzve, kush do qofte edhe me thonë, valla, në islam diçka ka tepër, 5 kohët e namazit janë tepër, t'i bojmë 4 ose 3, se shumë, po kemi kohë, po kemi punës, po kemi kohë me u falë. Ose ta hjekim një shtyllë prej shtyllave të islamit, ta hjekim haxhin për shembull. Nuk e pranon islami një gjatë tillë. Po edhe me uqu dikush me thonë, valla, po shtoj diçka se pak, edhe kjo nuk pranon. Po edhe me thonë, valla, po e ndryshoj qoftë në formë, ose në përmbajtje, ose çysh do qoftë, dhe më thonë të gjitha këto islami nuk i pranon. Për çfarë arsye? Arsyeja është shumë e thjeshtë. Për shkak se islami është fe cilën e ka zbritë Zoti për neve. Allahu, krijuesi i gjithësisë, e ka shpall islamin për neve. Allahu që është i gjithdijshmi dhe i plotfuqishmi, edhe cilit nuk i mungon asgjë, as dijes ti nuk i ik asgjë, as vëmendjes ti, as mundësive tia. Allahu i cili na ka kriju neve dhe e din çka na vyn edhe çka nuk na vyn, çka na bën hajër edhe çka na bën sherr. Dhe ky Allah e ka parapa këtë fe që jeta jon e kësaj bote me qenë në rregull, me rrjedh mirë, po pastaj edhe rezultatet për botën tjetër prap me dalë në rregull, edhe jeta e botës për temi prap me qenë e këndshme edhe e mirë. Kështu që nuk mbetet hapësirë për me thonë dikush të intervenoj. Qisaj feje që shtu kaq të mire dhe kaq të përsosën edhe kaq universale që Allahu e ka zgjedh për neve, dhe ka thonë Allahu o raditu lekumul islam e dina, unë kom zgjedhë dhe jam i kënaqur që islami të jetë feja juaj, që do të thotë se nuk pranoj për juve diçka tjetër, edhe nuk jam i kënaqur që ju të lidheni me mua në tjetër rrugë përveç rrugës së islamit, përveç asaj që Allahu e ka zgjedhë. Kësaj feje Allahu i madhruar i ka dhënë identitet. Ai identitet është një mori informatash që kanë të bojnë me formën, një mori informatash tjera që kanë të bojnë me esencën. Thash feja është e pandashme, megjithatë janë dosenet cilat e bojnë fen të dukshme. Për shembull, je duke udhëtu dikund edhe e sheh një minare. Që minarja realisht nuk është me bomin a pyt, me e qitë në peshorën juridike, a o farz me pas minare nuk o farz, a o sunet, nështë as sunet nuk është. Po pse ko ka minarja ka që rëndësishme? Për shkak se është simboli i islamit. Do dhëmë, kur të sheti minarën, thu që tu pas ka musliman. Ose kur e ndigjon ezanin. Ma obligim është me u falë në xhami, se sa me thirë ezanin. Megjithatë, nëse thirët ezani i një namazi, edhe krejt mahalla falen në përshpia, dalin veç një 2-3 vetë me u falë, kjo është shumë ma e mirë, se sa me dalë krejt mahalla me u falë në xhami, ama ezanin mos me e thirë. Pse? Se ezani është simboli i islamit. E Allahu i madhruar i ka bërë do simbole, që për nga rëndësia juridike dallojnë gjithsesi, farzet për shembull, disa janë shtyllat e islamit, ka do farze tjera që s'janë për 5 shtyllave të islamit mirë, po prapë mbeten farze, po edhe janë do sene sikur se e përmenda ezani që ka një peshë juridike më të lehtë, po prapë është simboli i islamit. Njëjtë është janë edhe haramet, për shembull. Një njeri shkon dikon, një musliman, edhe i ofrojnë me hongër mishderi. A i thotë, më vjen keq, po unë e këto nuk e konzumoj. Krejt ata për rreth, veç mos dishin kur gja, se krejt e kanë të qartë arsyen pse ky nuk e hanë atë. Pse? Thonë ky ko ka musliman, se musliman dihet që nuk e hajnë mishin e derit. Ose nuk e pinë alkoholin. Nuk duhet ta pinë alkoholin. Se të ne, është interesant, mishi i derit edhe alkoholi, të ne, po thomë, në këtë nënqilin ton, ka ndodhë një dalim. Sa di unë e hala muslimant nuk e hajnë mishin e derit, inshallah kur se hajnë.
Ama alkoolin fatkeqësisht kanë fillu me e pi. E tash kur e sheh ulën ato, nëse janë ulë veç me pi, është zor me e dallu se cili prej tyre është musliman. Pse? Për arsye se ata që pinë alkool nuk janë të e respektu sa edhe si duhet që simbolikën ose simbolin ma mirë me thonë, se nuk është simbolik të ndalesës së alkoolit, nuk janë të e respektu një kufi të cilin e ka qitë Allahu i madhruar, për arsye se urdhresat edhe ndalesat janë kufi. Kufi të shkafit, kufi të një kornize, e cila prapë për neve mbetet e gjanë edhe e mjaftueshme, po kufi të një kornize për te cilës muslimani nuk është mirë me dalë. Edhe nuk ban me dalë, por ja që dikush i jep vetës drejt me i shkel kufi të atyre kornizave. Simbolet e islamit pra janë të këtila. Ardhja e këti ajeti në surën El Hajj, edhe me pas ko njeri me e trajtu edhe kontekstin, qysh kanë ardhë këto ajete. Ajete është ajeti 32 i surës El Hajj, dhalika wa man yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa al-qulub. Kush i madhnon shenjat e Allahut, kjo është devotshmëria e vërtet e zemrave. Me i lexuar edhe ajetet përpara dhe ajetet mas, e vrejmë se e kanë një lidhmëri tematike. Për çfarë arsye? Për arsye se edhe haxhi është një simbolike e madhe, bile është edhe koha e haxhit për 2 javë ditë faktikisht ose ma pak se 2 javë është haxhi. Dhe haxhi e ka simbolikën e madhe, e ka obligueshmëria njëherë njët me shku në haxh, po të njetën dikujt i thojnë haxhi. Pse i thojnë haxhi nuk o punë e madhe, edhe mos me i thonë prap nuk o punë e madhe. Do thonë nuk jema pak haxhi, nëse hallë ku të thojnë nemën edhe nuk të thojnë haxhi. Mirë po, ajo kapela e bardhë, ajo, si me thonë, pamja e haxhiut e ka simbolikën e vetë, për çfarë arsye? Për arsye se e din që haxhiut do të me konë burri mirë. Haxhiut do të me konë shumë burri mirë, bile. Pse? Për arsye se u shku në haxh edhe u ardh i pastër 100%, e tash nuk bën me unë një los. Për atë arsye edhe emërtimi haxhi, edhe shenja e kapuçit bardhë dhe këto janë të mira, për arsye se e shtin tani vetë atë personin me urujt, për arsye se edhe haxhia insan është sikur këtë njerëzit tjerë, mundet me i pas pikat e dobta, megjithatë e ka një shej, e ka një simbol që e pengon mos me rshit në situatat caktume, është një lloj sigurese. Për ndryshe, të nderuar vllazën, ulemaja kanë përmend se çto shenjat edhe shenjtrit që mundëm me i thonë të islamit janë të lloj-llojshme. Disa prej tyre janë vende, disa prej tyre janë kohë, e disa prej tyre janë, me thonë kushtimisht, sende. Vendet i dim, me marrë një rafsh më të gjanë, janë xhamiat, vendet më të shejta, edhe që realisht janë simbolikat edhe simbolet e islamit. Fi bujutin edhin Allahu en turfa'a u yudhkara fiha ismuh. Shtëpi të cilat Allahu ka urdhëruar që të ngriten, pra të ndërtohen edhe të rregullohen, edhe që në to të përmendet emri i Allahut. Kështu që ndodhja, ekzistenca e një xhamie në një vend është dëshmi se në atë vend ka musliman, e pastaj sa është aktive ajo xhami tregon edhe sa ata njerëz janë musliman. Por në një rafsh nëse dojmë me ngushtu mbesin 3 xhami më të vlefshme, me i thonë të shenjta, që është xhamia El Mesjidul Haram, xhamia e Çabës, pastaj xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, edhe xhamia El Mesjidul Aqsa në Quds, në Palestinë. Këto 3 xhami janë të shejta edhe të veçanta për arsye se Allahu i ka dallu me vlerë. Nëse ndonjëri prej neve falet po e zom një farz me e fal në Çabe, janë sa 100.000 farze me i fal këtu. Një farz me e fal në xhamit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është sa 1.000 farze me i fal këtu, edhe një farz me e fal në El Mesjid El Aqsa është sa 500 farze ose 500 namaze me i fal këtu ose ku do të qoftë tjetër në botë. Domethënë janë shenja, edhe për këtë arsye nuk është se ka ndonjë sevap shumë të veçantë, po gati s'ka shtëpi të muslimanit që se ka një fotografi të Çabës, një fotografi të xhamisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një fotografi të El Mesjid El Aqsas. Pse ndodh një gjë e tillë? Për shkak të asaj simbolike.
që na në një farë mënyre mundohemi me atë që na lejojnë mundësit me e shpreh madhërimin e atyne simboleve dhe shenjtrive të Allahut fuqiplot. E njëjta gjë ndodh edhe me kohët që Allahu i madhruar i ka dallu kohët. Sikur se është muji i Ramazanit për shembull, është muji jashtëzakonisht i veçantë dhe llogaritet se është simbol prej simboleve të Islamit. Janë tash 10 ditët e Dhulhijhes që po na vijnë, do të thonë 9 ditët e para Kurban Bayramit edhe dita e Kurban Bayramit, që janë ditë me një vlerë jashtëzakonisht të veçantë. Janë mujt e shenjtë, 4 mujt e shenjtë që i ka veçuar Allahu prej 12 muajve hënor. Me një fjalë, këto janë kohë cilat në një farë mënyre besimtari duhet të tregoj respekt më të veçantë edhe ndaj këtyne shenjtrive. E kështu që nëpërmjet kësaj të nderuar vëllezër, e kuptojmë një mesazh dhe një porosi që mendoj se duhet jetë i rëndësishëm edhe ta mbajmë mend të gjithë ne. Islami nuk është pretendim. Islami nuk është vetëm me thonë unë jam musliman edhe u kry muhabeti. Islami është madhërim i atyne që quhen shenjtrit e Islamit. Është respekt për ato që quhen simbolet e Islamit. Ai madhërim edhe ai respekt duhet shprehet në praktik, e ajo praktik bëhet dëshmia asaj që na kemi në zemra. Dhe për këtë arsye Allahu në këtë mënyrë e ka lidh, ai që i madhëron shenjtrit e Allahut, kjo është dëshmi e devotshmërisë së zemrave. Na nuk kemi qasje në ato që ka ndonjëri prej neve në zemër. Mirë po kemi qasin ato që ka e shojmë dhe e dëgjojmë, dhe kur e shojmë një njeri që po falet, e shojmë një njeri që po agjeron, e shojmë një njeri që po i respekton urdhresat edhe ndalesat, thojmë, që ky ka musliman? Do thonë që ky është musliman, edhe shpresojmë që ai pastaj edhe zemrën me e pas në rregull, edhe kjo zakonisht kështu ndodh. Do thonë na duhet ta tejkalojmë atë nivelin, edhe ky është një apel i përgjithshëm që kisha pas qef ju ta përcillni. Edhe kur dilni për xhamie, edhe në familjet tuaja, edhe në kolektivet tuaja, edhe kudo që keni qasje, me e përcjell se nuk mjafton me pretendu se e ki zemrën e pastër. Mirë po zemra është e pastër atëherë kur gjymtyrët dëshmojnë atë pastërti. Ndërsa zemër e pastërt e mos bën kurrë, këto Zoti i gjithësisë nuk e pranon. Inshallah Allahu i madhruar na udhëzon të gjithëve në atë që është më e mira. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allahut për vetë edhe për ju, andaj dhe ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të nderuar vëllezër, megjithatë mbetet esenca kryesore edhe më e rëndësishmja respektimi i urdhresave dhe ndalesave të Allahut fuqiplot. Thash urdhresat edhe ndalesat në përgjithësi, por edhe preferencat edhe e kundërta e tyre që janë gjëra që Allahu nuk i ka ndaluar rreptësisht, por nuk ka qef që na ti bëjmë. Krejt këto e përbojnë atë kornizën e përgjithshme të Islamit, mbrenda të cilës ka hapësirë të mjaftueshme. Nga se njerëzit nga njerë neve na thojnë, po ju krejt fenë e keni çito bën e çito mos e bën, që kjo është farz, që kjo është haram. A shumë e vërtet që ka shumë gjona dhe edhe zatën kështu identifikohet një fe, një besim, një sistem jete. Mirë po, mbrenda këtyne është një hapësirë shumë e gjanë, e cila për njeriu është e mjaftueshme, edhe nuk i vyn më shumë. Do thonë mbrenda kësaj ekziston një hapësirë shumë e madhe me plot gjana të lejume me cilat na kemi mundësi me u kënaq, me shumë gjana të cilat na vyjnë edhe na e bojnë jetën më të mirë, por edhe ato që i kemi obligime, edhe ato gjithsesi e shtojnë cilësinë edhe kualitetin e jetës. Andaj respektimi i këtyre gjanave padyshim që jetën tonë ka me e bë më të mirë, po mbi të gjitha kur e kemi parasysh se kjo jetë është kalimtare, ndërsa prej kësaj varet jeta e përtejme, atër s'ka dyshim se prap kjo kornizë mbetet ajo e cila e bën edhe jetën tjetër të këndshme. Inshallah Zoti i madhruar na mban stabil në këtë rrugë, edhe na e mundson që faqe bardhë të jetojmë, të vdesim edhe të dalim para Allahut fuqiplot.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله